nuk do të ftohet të votojë këtë marrëveshje pa u informuar dhe pa lexuar marrëveshjen. Çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka mundësinë, të drejtën dhe mundësinë shumë praktike të lexojë plotësisht marrëveshjen vetëm 5 metra larg nga kjo sallë, te salla Gerti Bogdani, ku është vënë në dispozicion marrëveshja për të lexuar, kundrejt natyrisht firmosjes së një deklarate konfidencialiteti, sepse ky është niveli i klasifikimit të kësaj marrëveshje. Kaq. Pra, ju lutem, lexoni marrëveshjen dhe mos votoni marrëveshjen pa e lexuar, pa e studiuar dhe natyrisht pa u shqyrtuar në komisione. Do ta hedhim në votim për miratim kërkesën për procedurë të përshpejtuar, projekt ligjit më sipër. Për këtë projekt ligj në bazë të nenit ka mundësi, lutem se jam në procedurë të nenit 37 rregullores Kuvendit, do të zhvillohet mbledhje e përbashkët e komisioneve për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen dhe komisionin për ekonominë dhe punësimin. Mbledhja e përbashkët do të kryesohet nga kryetari për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Seanca plenare do të caktohet datë 27/7/2026 ora 15:00. Fillojmë me votimin e kërkesës, votimi i hapur me karton, pro kundër abstenim. Vjen në dispozicion, patjetër. Duhet firmosin deklaratën e konfidencialitetit. Votoni, ju lutem. Numëroj votat. Aty është, te salla Gerti Bogdani. Jo ta japin, ta lexojnë kundrejt firmosjes së deklaratës konfidencialitetit. E keni atje. Salla Gert Bogdani. Sa 75 vota pro, kundër s'ka, abstenim nuk ka. Atëherë kërkesa për procedurë të përshpejtuar miratohet. Në bazë të vendimit të Kuvendit për procedurë të përshpejtuar, seanca plenare e radhës do të jetë në orën 15:00 me shqyrtimin e projekt ligjit. Shumë faleminderit.